Ish deputeti demokrat Muslim Urizi ka publikuar në rrjetet sociale një video nga fjala e tij në kuvend në qershor të vitit 2020, duke e shoqëruar me një mesazh të ashpër ndaj klasës politike dhe kritikëve të tij. Në postimin e tij Urizi shkruan se vite më parë ishte etiketuar si tradhtar, kur deklaronte se elita politike ishte e bashkuar për interesat e saj, ndërsa sot sipas tij shumë prej atyre që e kundërshtonin po mbrojnë të njëjtat qëndrime. Kur kam thënë unë që elita politike është bashkë për interesat e saj, jo pak nga ju revolucionarët e qershorit 2026 më quani tradhtar, ndërsa dashnorët e sotëm të flamingove ishin në delir dhe i mbanin syt veshët dhe mendjen në Flamingo, Aruba dhe Bogota për ngarkesën e radhës, por më mirë vonë se sa kurrë, shpreh ai. Në videon e publikuar Murrizi përsërit se problemi kryesor i vendit nuk janë individët, por sistemi politik i ngritur pas marrëveshjes së prillit 2008. Vëreni gishtin te e vetmja plagë që ka sistemi politik i qelbur shqiptar, që ka kapur prej fyti shtetin dhe pushtetin. Prishja e pazarit të ndyrë të prillit 2008, që u bë për interesa të ngushta të kryetarëve të partive. Të tjerat shemben vetë si kalpsira të ngritura mbi këtë qelbsirllëk, shkruan ai. Sipas ish deputetit, çdo përpjekje për ndryshim mbetet e kotë nëse nuk preket, si shpreh ai, rrënja e problemit. Mos u merrni me degët, vëreni gishtin te plaga. Për sa kohë që nuk prishet pazari i prillit 2008, çdo gjë tjetër është vetëm fasadë. Ai është themeli mbi të cilin është ngritur ky sistem politik, vijon reagimin e tij ish deputeti demokrat Muslim Urizi. Në fund të postimit të tij, Urizi u bën thirrje ndjekësve të dëgjojnë të plot video 9 minutëshe, duke e cilësuar atë si një kujtesë për qëndrimet që sipas tij ka mbajtur prej vitesh për sistemin politik shqiptar. Kujtojmë se sot revolta hyn në ditën e 38 të saj. Me mira protestues, mblidhen çdo mbrëmje në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, për të kërkuar dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit Edi Rama. Megjithatë, kauza e tyre është më e gjerë se kaq. Protestuesit kërkojnë rrëzimin e të gjithë establishmentit të vjetër politik, me sloganin kryesor Raman Burg, Berishan Burg. Të shtunën e kaluar, protesta arriti në nivele kombëtare, ku u bashkua edhe diaspora. Mbrëmjen e djeshme, protestuesit paralajmëruan se këtë verë nuk ka pushime. Ata do t'i kalojnë ato në sheshin qendror për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe nuk do të largohen prej andej deri në arritjen e kësaj kërkese.